Siamo col capitano Henry Kalaja, che è il direttore di Mectrin Marine. Quindi una presenza importante per noi alla prima edizione della Balkans Sea Fair, con degli oggetti veramente interessanti che sono stati apprezzatissimi dal pubblico. Quindi grazie per essere stati con noi. Cosa avete portato? Radhë parë falenderoj organizatorët, ishte një fjerë goxha e mirë, diçka që i shërben tregut gjithashtu dhe ne si Mectrin Marine. Si viti parë ne kemi sjell disa mjete dhe brendet që ne jemi dealer ekskluziv për Shqipërinë dhe me disa prej tyre edhe për rajonin. Siç është Skipper 42, Skipper 34, Ranieri Nex 330 dhe një sër mjetesh nga kantieri Kapeli që aktualisht kemi Kapeli 900, Kapeli 750 dhe në tokë janë Kapeli 600 si dhe Kapeli 530. Quindi una presenza importante per il tema del mare in Albania, un settore che si sta sviluppando. Avete registrato negli ultimi tempi un crescente interesse anche per oggetti grandi, diciamo sopra i 20 piedi? Po, është e drejtë, tregu është gjithmonë në rritje, stepja është pak e vogël për pjesën e infrastrukturës, po kemi pas edhe kërkesa nga klient, gjithashtu kemi bërë dhe shitje për mjete më të mëdha se këto që kemi sjell. Vitin e kaluar kemi bërë shitjen e një jati mbi 30 metra. Kërkesa është goxha e lartë, normalisht shumë nga brendet ndërkombëtare, po themi dhe nga kantierët më prestigjioz ka një interes goxha të madh për tregun shqiptar, duke qenë se është gjithmonë në rritje me gjithë projektet e reja që janë në zhvillim. Dhe kjo na bën edhe ne që të ecim gjithmonë përpara, të ofrojmë një shërbim sa më të mirë, që mundohemi që të jemi prezent në tregun shqiptar. E per il futuro ci sono particolari opportunità per voi? Avete deciso di adottare anche altri marchi? Cosa prevede la Mectrin Marine? Aktualisht kemi 4 brende si thash që ne përvojsoj, një lidhje goxha të fortë duke qenë se dhe biznesi jon themi është familjar, gjithë pjesa e familjes Shahini ndodhen në kompani që punojmë dhe kjo na ka bërë që dhe zgjedhja jonë kundrejt kantierëve të jetë pak ajo pjesa që edhe ne na përfaqëson, duke filluar që nga Kranki, një kantier familjar me një traditë 150 vjeçare, duke kaluar te Ranieri që po ashtu është një biznes që gjithë familja është pjesë, duke kaluar te kantieri Kapeli dhe po ashtu Skipperi që janë djemtë që janë pronarët që kanë bërë dhe konstruksionin dhe karenën dhe çdo gjë. Dhe kjo na bën dhe ne të ndjehemi më komfort me bashkëpunëtorët tanë. Patjetër që normalisht në bazë zhvillimeve të tregut dhe ne do ecim, do jemi me hapat e kohës, duke parë mundësi ndoshta për një kantier të ri, ose ndoshta duke rritur bashkëpunimet, duke sjellë mjete më të mëdha, ose duke bashkëbiseduar ose duke shtyrë bashkëpunëtorët tanë që na ofrojnë ato që tregu jon kërkon. Grazie allora ancora alla vostra presenza. Faleminderit ju dhe shpresoj në panegjiret e ardhshme.